Bëjmë mask me vaj për flokët, edhe unë do ta lë një darkë të tërë, do me thënë do flë me maskën me vaj. Në fillim, siç mund të shikoni, vendos këtë vajin të cilin e kam marrë nga Greqia, edhe është La Vienne Rose, pastaj po e kam marrë në atë shishën e vogël, edhe pastaj përdor edhe një çik rozmarin. Varet, çdo radhë mund të përdor vaj të ndryshëm, nuk përdor gjithmonë të njëjtin, po zakonisht rozmarin dhe atë tjetrin përdor, ose castoreleo, si quhet në greqisht, vaj kastori, nuk e di nëse e them okay në shqipë. Përpiqem që ta bëj këtë maskën me vaj një herë në javë. Okej, ka raste që harroj ose përtoj, mund ta bëj edhe një herë në 2 javë, një herë në muaj, varet, po nejse. I zbut shumë flokët, i bën më të shëndetshëm, edhe un kam parë edhe rezultate të mira. Siç u thash, un flejta me të, kuptohet që do vendos një peshqir në darkë, që mbi faqen e jashtëkut, që mos e bëj gjithë jashtëkun me vaj, edhe pastaj të nesërmen do ta laj me shampo, një herë vendos shampon pa i lagur flokët, që të iki vaj, edhe pastaj ai hedh ujë. Tani siç mund të shikoni, pasi i përgatita i lava të nesër me një thava, do t'i drejtojë, edhe do shikoni rezultatin. Janë okej për mua flokët, është vetëm ja maskë që bëj për flokët, edhe janë të shëndetshëm, domethënë janë të shëndetshëm dhe se nuk i lyej flokët, por okej, edhe maskë vajt ndihmon deri në një farë vendi. Ciao!